Hetimet duhet të zhvillohen në qetësi institucionale me respekt të plot për të drejtat e palës së hetuar, por edhe në përkushtimin e duhur për të mbrojtur interesin e përgjithshëm. Vetëm kështu drejtësia mund të përdorë jo vetëm vendime por edhe besim. Ne theksojmë një vijimësi të qartë. Integriteti i institucioneve është më i rëndësishëm se çdo individ i vetëm. Prandaj procesi që po zhvillohet sot është një provë e rëndësishme për të gjithë sistemin, një provë që duhet të tregojë se shteti ligjor nuk është një parim teorik, por një realitet i prekshëm që funksionon mbi bazën e ligjit dhe jo mbi bazën e figurave që ai përmban. Në vijim të analizës tonë, në të ndalësha të rëndësia e ruajtjes së stabilitetit institucional dhe besimit publik në një moment kur proceset hetimore ndaj figurave të larta politike dhe ekzekutive zgjojnë ndjeshmëri të lartë në opinion. Për Partinë e Punës së Shqipërisë, çdo situatë e tillë nuk duhet të shndrohet në një bërim destabilizimi apo në instrument retorik të palëve politike, por në një provë të qartë se institucionet e drejtësisë funksionojnë dhe janë të afta të përmbushin mandatin e tyre pa frikë dhe pa ndërhyrje. Ne mbajmë qëndrimin se ky proces nuk do të jetë i orientuar as nga emocionet popullore, as nga interpretimet e ngushta politike. Përkundrazi duhet të udhëhiqet nga profesionalizmi dhe nga standardet më të larta të drejtësisë. Një sistem i drejtë nuk vepron për show politik dhe as për efekt politik, por për të garantuar që çdo vendimarrje të jetë rezultati i provave, ekspertizës dhe procedurës së rregullt. Kjo është arsyeja pse Partia e Punës së Shqipërisë i atribuon shumë rëndësi faktit që institucionet të ruajnë neutralitet të plotë dhe të mos bien pre presioneve të opinionit apo aktorëve të interesuar. Nga ana tjetër,